Avokati ish presidentit të Kosovës, Pierre Richard Prosper, tha se nëse Thaçi dhe të tjerat shpallen fajtor, është vlerësimi pa drejti tërë historisë. Mendoj se nëse ata shpallen fajtor, mendoj se është një keq kuptim i qartë dhe vlerësimi pa drejtë jo vetëm për të vërtetën, por për të gjithë historinë. Mendoj se jo vetëm historia, por të dhënat historike brenda NATO-s dhe kujtimet e zyrtarëve përgjatë zinxhirit komandues si të dhënat historike të gjitha qeverive janë krejt të kundërta. Me një përfundim të tillë, deklaroi Prosper në një intervistë ekskluzive në Info Magazin në Klan Kosova. Sipas tij, të gjithë dëshmitarët e mbrojtjes u larguan të hutuar duke pyetur pse jemi këtu, dhe nëse kthehemi prapa në komente dhe përshtypjet që kanë dhënë vite më parë, mbetet kjo pse jemi këtu. Kjo pyetje vlen për të gjithë dëshmitarët, kjo nuk ka kuptim. Pse jemi këtu? Akoma nuk e dim, sepse përgjigja te e cila arrim është ajo se ne nuk duhet të jemi këtu. Edhe presidenti Thaçi, personi për të cilin jam i autorizuar të flas në emër të tij, nuk duhet të jetë këtu sepse nuk është përgjegjës për ato pretendime e abuzime për të cilat flet prokuroria. S'mund të jetë më e qartë, u shpreh avokati i Thaçit. Ai është i mendimit se pas dëgjimit të dëshmitarëve e mbrojtës, Thaçi dhe të tjerët janë të mendimit se tashmë e vërteta është nxjerrë në pa. Përfundimi megjithatë nuk është në dorën e tyre, as në dorën time, por në dorën e gjyqtarëve. Sidoqoftë të ulesh aty pranë sotit Thaçit dhe të tjerëve dhe mundësia për të dëgjuar gjithë ato figura të mirënjohura dhe të zgjuara që tregojnë se si kanë qenë ngjarjet dhe ti tregojnë gjykatës të vërtetën, mendoj se pas kësaj thjesht e lënë në duart e fatit, sepse ata e dinë se historia do të dëshmojë të vërtetën, ciladdo që të jetë përfundimi i këtij gjykimi, theksoi Pierre Richard Prosper.